Kryeministri Edi Rama ka mbritur këtë të martë në Vlorë dhe vizitën e parë në qytetin bregdetare ka zhvilluar në Orikum, ku në bazën e Pashalimanit është finalizuar marrëveshja për prodhimin e anijeve luftarake. Marrëveshje kjo mes qeverisë shqiptare dhe një firme italiane që do të prodhojnë në Pashaliman anije ushtarake. Kryeministri Rama këtë të martë ka qenë në qytetin bregdetar të Vlorës, ku vizitat e tij në këtë qytet i ka nisur në bazën e Pashalimanit, aty ku është finalizuar marrëveshja mes qeverisë shqiptare, kompanisë Kajo dhe gjithashtu gigantit italian të prodhimit të anijeve luftarake, një marrëveshje kjo e cila do sjellë prej shtatorit investime për ta shndruar bazën e Pashalimanit në një vend të ri strategjik ku do të përdoren anije luftarake fillimisht për ushtrinë shqiptare, Ministrinë e Mbrojtjes dhe më pas edhe për jashtë vendit. Sipas informacioneve, marrëveshja e bashkëpunimit është ndërmjet shoqërisë shqiptare Kajo SHA dhe gigantit italian të ndërtimit të anijeve Fincantieri, në bazë së cilës Shqipëria do të prodhojë në bazën e Pashalimanit mjete lundruese, fillimisht për nevojat e forcave të armatosura dhe më pas për eksport në tregjet ndërkombëtare, duke pozicionuar vendin si një qendër të re prodhuese në rajon. Pas finalizimit të kësaj marrëveshje në shtator pritet që të ndryshojë në total baza e Pashalimanit. Nga një bazë ushtarake aty do të realizohen një sër investimesh në infrastrukturë, duke kthyer këtë bazë në një vend prodhimi të anijeve luftarake për brenda dhe jashtë vendit.